Kjo lidhja me Greqinë kush ishte? Progonati atëre, Progonati me sa u kam dëgjuar, kemi pak një uri të gjuhës greke. Progonat në grekisht ka një kuptim, në shqip çfarë do me thënë? Çfarë do me thënë? Nuk e di. Në grekisht progonat do me thënë tokja të parëve. Progoni. Në shqip çfarë do me thënë progonat? Nuk do t'i futem kësaj bizete, unë nuk jam i kompleksuar. Edhe po të isha me origjinë shqiptare, do ndjeja të njëjtën krenari që ndjem të tani. Njeriu ndihet edhe mos dëgjoni prallat që thonë për media që i ka blerë Greku i Mariotët. Në cilën periudhë historisë i Mariotët nga blerë dhe nga shqipër dhe nga kush? Kush janë ata që ka blerë dhe nga shqipër? Se them që Greku ka blerë Mariotët dhe ase kam thënë ase them asnjëherë. Veç ai Mariotëve që ju në përmendje ato i thoni të shqitur dhe që blen për 300 euro, paguajnë me 1000 euro taksa në Greqi. Jo, shiko, domethënë mos të themi një gjë që këtu s'po e thot dikush. Është pa drejtë, tani kanë filluar dhe po sulmoni dhe emigrantë shqiptarë, jo vetëm minoritarët, po edhe shqiptarët, domethënë emigrantët të përkatësisë shqiptare që jetojnë në Greqi dhe kthehen në Shqipëri, e di që të gjithëve në mënyrë përbusë ju flasin Jorgo. Pra, duhet të shikoj media shqiptare të problemin e antigreqizmit, anti-helenizmit. Se shumë i thërë. Dhe shqip paskja, për mua i paskja rush. Zoti Beleri, ju deri 18 vjeç keni lidhur i jetuar në Himar. Do dhe në, si e dini ju historinë dhe e lidhjes me Grekët, me Greqinë të asaj që ne i themi minoritet në Shqipëri? Zoti Qafoku, mbani më kur isha në Burg, vdikje gjyshja ime, 99 vjeç. Po? Atë skemin të më quan me pranga për varosur gjyshi. Gjyshja ime nuk dinte shqip. Gjyshi dinte shqip se ka punuar në tregtisht e kamarierë mësoi. Unë personalisht kam mësuar shqip në klasën e parë fillore. 6 vjeç, 7 vjeç. Problemi edhe pse ishte diktaturë, midis nesh, njifeshi. E dini që në Himar, të paktën pas viteve të 10, nga vitet e 10 deri në vitet 90, vinin turist, kishte domethënë klasa më e lartë, doktorat, profesorat në Shqipëri, kryesisht nga Tirana vinin për pushime në Himar. Të gjitha ata njerëz sot kanë bajtur miqësi me shtëpitë që po vjen atë s'kishte hotel, vinin në shtëpitë tona. Kemi miqësi. Duhet të pyesni ata njerëz, dhe ata janë dhe mikë të vërtet të Himarës, se qarë atje që vinin me kë flisin, qa bisetonin, si flisin plakat, si flisin fëmijë në rrugë, si u shilleshin, sa më pritësi. Të nuk e diskutojmë ne se ne në atë kohë kishim dhe një këngë Sagapo të dua, do dhënë nga dropulli në veri. Sagapo të dua ishte pas viteve 90, unë them para viteve 90. Jo, ajo ishte në mos gaboj 91, do dhënë sa mbaroj ajo. 90-91. Ti e këndoja këngën Sagapo të dua? 91 ishin apër, unë them para sa hapi shumë kufit. Ishte shumë. Shko, po ta bëj këtë pyetje kështu është pak shumë me humor. E këndoja atë këngë, të pëlqente ajo kënga e Nertila Kokës dhe David Tukiçit? Sigurisht që më pëlqente dhe duhet të dini që unë shikoja sport shqiptar, muzikë shqiptare, kur jetoja në Himar, jetoja si në Shqipëri. Dhe si çdo shqiptar tjetër. Problemi i shqiptar ishte që nuk ishte antena dhe nuk kapin televizori shqiptar. Domethënë duhet i kërkoni problemet. Kryesisht nuk e kapte Tiranën Himar? E dini që në Himar nuk kapte televizor shqiptar, ishin shumë pak vende që i kapte, do të them para viteve 90. Në frynte një herë në Llogara e merrte dhe ta antenë dhe me muaj të tëra nuk kapte televizion shqiptar, shikojnë vetëm televizion greke dhe italian. Mirë, si ju trajtoi juve shteti shqiptar gjatë diktaturës? Ju që ishit pakicë kombëtare, do të thënë në Shqipëri, pakicë greke. Mua personalisht familjen time na ka trajtuar si një
familje mesatare shqiptare, as të përsekutuar ishim, po as të privilegjuar, si që thash jemi një fis barish. Po unë duhet të them statistika, Po? që kam dëgjuar nga ishte përdjekur politik shqiptar, që nga të përdjekur politik, mesatarja nga vendet që kishin origjinë nga pjesa ku banonin ndërdet grek ishin përqindje më domethënë në burg, se sa pjesa tjetër e Shqipërisë. Ishte veriu, Shkodra dhe minoritarët. Shkodra ishte në vend të parë katolikët, edhe në vend të dytë ishin minoritarët. Pra kishte një diskriminim, po u them jo personalisht e përqindja e Mariotëve që ka bërë në burg për arsye politike shumë e madhe se mesatarja e shqiptarëve. Kjo bëj me qëllim, apo ishin më kokfort dhe më të pa disiplinuar i Mariotët, gjelet për të parë. Unë të them faktin. Me thënë drejtën, këtë për të parë dëgjoj që ka qenë përsekutuar pakica greke. Dhe për ta mbyllur këtë diskutimin për të kaluar në jetën pasaj. Unë them, po të shikoni, kemi statistikat dhe numrat, ka shoqatat ishte përdjekurve politikë dhe të ndërmuarve. Jo, ju po thoni që janë statistikat. Do thënë pakica kombëtare greke janë dënuar më shumë se sa shqiptarët. Më falni? Ju po thoni që pakicat greke janë dënuar më shumë se sa shqiptarët? Sigurisht po. Në Nart, në Imar, edhe në zonën e Vurgut, përqindja është më e madhe se mesatarja përveç katolikëve të veriut. E po mirë pa, që përveç katolikëve të veriut, zoti Beleri, se ata janë dënuar më shumë tani, si janë dënuar nga skrapari im tani, nga skrapari im shumë pak janë dënuar. Ata janë dënuar më shumë. Po pse Shqipëria janë Shkodra Imara, Narta e Vlorës? Jo, unë nuk e di këtë, dhe po më habit kjo që po thoni ju. Ju thoni e kam nga Institutit Përndjekurve, thatë mos gaboj? Po. Nga Institutit Përndjekurve. Unë do ta verifikoj këtë që mos flas kot, se po fona kot, unë do ta verifikoj, sepse plus që i njoh edhe i kam miq ata, do ta verifikoj dhe do ta shkruaj këtë. Nëse është e vërtet, okay, po unë po befasojmë se nuk e dija. Tani, për ta mbyllur këtë pjesën deri në 10, zoti Beleri, ju historinë tuaj të pakicës greke në Shqipëri, besoj ju e dini që ju jeni të ardhur, si ata të Dropullit dhe pjesa tjetër, dhe jeni aty prej disa qindra vjetësh, 100, 200, 300, se kjo është çike diskutuar. Jo, nuk është ashtu historia, nuk jemi të ardhur. Në Imar jemi të paktën 3000 vjet. Kështjella e Imarës i kishte të gjitha toponimet janë në grekisht dhe kishte edhe pllaka të shkruar. Ka një pllakë në grekisht që thotë që qytetin e ndërtoi Apollon, domethënë perëndia grek. Nuk në Imar banojnë greqishfolës me mijëra vjet. Nuk e greqishfolës, po jo autokton. Familja ime dhe disa familje kanë nga Progonati. Po pra, ka familje autoktone, janë atje, ka shtëpi që banojnë deri në sot, mund të çoj kur të vini. Po pra, greqishfolës, po jo autokton. Ka shtëpi që banojnë 3000 vjet. Shiko, 3000 vjet. Tani për të mos a kthyer në një debat, domethënë greqishfolës ju e thatë mirë këtu. 3000 vjet po greqishfolës, jo autokton, sepse aty nuk ka vend për ta diskutuar këtë, sepse ajo është tokë shqiptare dhe nuk vjet kjo në diskutim. Ne dim historinë. Greqishfolës e thatë rregull. Okej, tani në vitin 1190. Zoti Qafoku. Ka dy koncepte për punën e kombësisë. Është koncepti i grekëve të lashtë që thotë një grupim njerëzish me të njëjtë fe, të njëjtë gjak, të njëjta zakone mund të përbëjnë një komb. Është teza amerikane që thotë një grup njerëzish që jetojnë në të njëjtën vend gjeografik. Përfaqëson të njëjtë interes, mund të bëjnë komb, ky është kombi amerikan. Unë flash që ne sipas tezës greke të Greqisë së lashtë, jemi njerëz që kemi të njëjtin gjak, kemi të njëjtën fe, të njëjtat zakone dhe flasim të njëjtin gjuhë. Pra, lidhet me fen kjo lidhet me fen. Jemi të kombësisë grek. Jo, kjo lidhet me fen, që mos ta bëjmë bisedën kështu si debat historik, po kjo lidhet me fen dhe nuk ka ndonjë vend për ta diskutuar kështu. Domethënë, ajo po të veni te Kështjella e Imarës, suçi që thash ka gërmada të anketitetit grek, domethënë të 12 perëndive të Olimpit. Atëherë kur Greqia kishte atë fen, ne kishim atë. Kur Greqia u bë ortodokse,
dhe ne ishim ortodoks. Po mi pa, edhe shqiptarët kanë qenë ortodoks në atë kohë tani, Sigurisht kanë qenë ortodoks, por që ta mbarojmë këtë bisedë. Okej. Ta kalojmë të, sepse ne po futemi në një debat historik këtu dhe unë mendoj komplet ndryshe nga kjo. Jo, do e mbyllja duke thënë që në Evropën moderne ka të drejtën se cili të vetë deklarimit dhe të ndjesisë. Çdo njeri është atë që ndjehet. Dhe debati është i kohë, nuk mund të edhe shteti shqiptar 2017 kaloi një ligj për mbrojtjen e minoriteteve në Shqipëri. Dhe nga dy minoritetet e njohura që ishim atëherë minoriteti etnik, dy etnike ishin serbo-malazezët dhe ne, Zoti Rama i bëri nënt dhe nuk pash njeri në Shqipëri të ketë problem. Ka disa që kanë problem vetëm me minoritetin grek. Jo, unë besoj që shqiptarët 2017 me ligjin nga dy minoritete u bën nënt. Jo, zoti Beleri, për ta mbyllur këtë diskutim, se thash që, domethënë, ky është një diskutim që ose ti lëmë historian të flasin ose domethënë të themi diçka gjëra që janë. Unë di, me atë që di unë, që midis shqiptarëve dhe pakisës greke në Shqipëri nuk ka pasur asnjëherë probleme. Pastaj është çështje tjetër kjo se si do ta diskutojmë, se që ajo pakicë është biling, është e përcaktuar, është biling. Historia e George Tenet pastaj është e dim, ajo është ajo që ne dim. Tani, në vitin 1990, zoti Beleri. Për zotin Tenet nuk e di çfarë dini, nuk e di, po unë kam njohur personalisht. E ke njohur? Po sigurisht e kam njohur personalisht, kam folur me to. Kur ishte sheficia apo më pas? Kur ishte sheficia apo më pas? Më pas në pension. Po? Edhe njeriu ndihet, domethënë është i qartë, nuk e ka ndonjë dyshim se çfarë përkatësie. Jo, ai ka një histori që sepse më para kishte mbiemrin Koka, ka ardhur nga Greqia dhe kanë shkuar në Qeparon, sa ema ishte nga Aimara. Kjo është historia, ne e dim këtë. Sigurisht ajo është historia saktë, shumë saktë e tha. A pra, shiko tani që shiko si e di mirë. Edhe nga mamaja, Mamaja Castellano. Evangeli Castellano. Po, Castellano është mamaja. A pra, shiko zoti Beleri. Okej. Po Fisi Castellano në Neymar keni gjetë takuar në një njerëz të deklarohet shqiptar. Unë nuk po them që Castellanot janë shqiptar, unë po them që Castellanot janë grek të ardhur aty se ka thënë vetë Tenet, edhe Koka. Kështu që e lëm këtë diskutim, por tani më përmendet Tenet. Ja, shiko çfarë më hape tani. Ka qenë Tenet në 97 në Neymar? Në 97 në Neymar nuk kam qenë unë, nuk e di nëse ka qenë zoti Tenet, nuk e di. Por pas se të kujtohet, besoj që media shkruajti që Tenet ka qenë në Neymar. Më kujtohet e kam lexuar, nuk besoj se ka qenë.